Ka qenë shumë i mirë rotacioni, kemi pas shumë nevojë, po të isha në këshilltar i kryeministit, do të isha 5 vjet, ma shumë pushtet as tu parti tjera s'kam pas, me këshyrë në sa lek i ka përdorur qeveria për 5 vjet, sa ka pas shpenzime, do rënë zemëve bi, valla edhe na kemi bo keqe, bisa. Veç që na bili punojshim diçka. Këtu s'pësho diçka që ju punu. Unë vish një problem e kom me vetë vendosin. Mu në fabrikë e kom pas 4.400 euro më prodhu shumë rrymë në mujtë. Tash po më vinë 8.800, po ma prejkë gjepin. Në fabrikë në Vrellë, në Sinalko. Holla jame e ka një penzion 120 euro. Ka pas 17 dhe 19 euro. E ka rujtë rrymën. Tash i ka ardhë 47 euro. As një vend botë nuk dëran kush me amorë 30-40% pensionit veç rryma. Është kusht bazi i jetës më pas ujtë në zetë, më pas dritë. Është shumë keku ka qenë pitana qeverive i lakmumë. Po vallaj, ma pak e kemi shtajcu. Se ku të bëjsh parti politike, bën më inë qeveria ka përpasit. Po edhe mu mlu pak, mës me të pru është mirë. Unë jam i bindën që ka i smunët me kontrolu. As një as të vetë, as një kryeministër. Po pej kryeministit Kurti kom prit, është shumë djalli inteligent. Du të mi pa ato, edhe krejtë mu maru, se na kemi këtë problem shumë shpesh me Ramushin. Pse mendon që ai nuk e kontrollon? Pse mendon që ai nuk e kontrollon? Ai është kreu i një grupi të organizuar që merret me energji elektrike. Ideja jam e kjo që ai nuk mund të kërkuj mi thonë që se kontrollon. Së është djalli zut. Okej. Edhe lexon. Ka një çështje këtu zoti Dreshaj nga vetëvendosje që po kultivohet shumë e ma shumë që tash vjen diaspora ja u kallëzon vendin juve. Pse është kjo ide që duhet me pa diasporën si komunitet let i manipulueshëm dhe si komunitet që vjen me ndëshku të tjerët me majtë në pushtet Albin Kurti? Jo, unë mendoj që kjo është propagandë pura. Okej. Numrat që kanë marrë dhe mi bindën që s'kanë mi dalë, edhe zgjedhjet e fundit nuk i kanë dalë, ka rrit vot LDK-a, PDK-a. Nashta e na kanë zgjedhë gjumë, s'ka bo mirë. Sa e në kom partit tjera në gjumë. Dhe me thë s'ka bo mirë që ju kanë ngacmu. S'ka bo mirë që ju kanë ngacmu se. LDK-a ka një bazë, në të mujë me thonë që shka truktu, po njësit vujnë ala për presidentit Nërgova, për parti konservative, kanë meqë shumë në Gjermani, s'muja sonë me o kalu. Ta i kemi 4-5 deputet me zjetëlimnien, ta e në rritë, në dhe na është tiftung. Vjosa, kjo zotit Ajiri, unë s'pëdi pse s'ka mujtë gjithat shkollë, gjithat investime ka bo Gjermania, mës me pas një kuadër, me udheqë. Ona tjetër edhe unë jem rritë, në dhe na është tiftung. Nëse s'livrit dikush edhe një qajtë mitë taliancë, ose djemë të Kosovës. Unë ma shumë jem interesu më diasporën të eme, që tash për tash, shumë interesu më jem mi mbrojt drejtat e diasporës. Mos më diskutu na për 40.000 vota, më na qitë gjithve keqë. Për zotën ka edhe si amvisët pak nongshën që këqyën televizorin, qohën e fullin keqë. Ka njërë që full për mu kur s'ka po me sy. Po pse nuk kërkush nuk e ka marrë si iniciativa, si ju nuk e keni marrë si iniciativë, që të shkoj me modelin e Kroacisë. Diasporat e këtë vendet të rezervuar në kuvendin e Kosovës. Ta zëmë për 5 vende, partitë politike të luftojnë edhe i kanë 5 deputet që përfaqësojnë diasporën që janë nga diaspora. Kroacia ka një është edhe rani mushë më ma unë halme se e vërtita është që na ishtë dashë më bu bashkë, edhe 5 vene po mdokën pak, se jemi gjysa kombit jemi jashtë, 1 milion spaku në për bashkim Europian në Kanadën dhe asi, ishtë dosh më na dhonë edhe më na bo një minoritet ekstra, më na dhonë 10 vene, dhe na mës më pas probleme me parti politike, mës më pas preqame, mi zjedhë na 5 djem e vajzat shkollum, edhe ata më na përfasu. Mës më mras mu hise më përfasu, se kemi kualitet, kemi njerëz aqë mirë që befasosh. Që ka nevoj Kosovë për ta, edhe unë e ka edha, ndashtë edhe nuk i kom përcjell shumë politikën, po në 5 vjetë s'kom mujtë, visa me jam su gjysë ministra dhe emna. Për deputet mos të folim, kër është një parti që autokraci që s'gëdzo më fol deputeti, unë kom prit, pej Glaukut kom prit shumë ma shumë. Që buat edhe ushtar, aja deputet aqi mirë, mu bu ushtar i ndëgjushëm, për zotën i thejmë gastarat me Ramushin, për zotë ditë në partit tonë. Se ta hapsirë Ramushi, edhe unë e lypja hapsirën teme.
një parti që funksionon shpresa, se po im për mu kun shpresa dhe na kem pas pak knatësi, dhe një kon diasporë. Kur atëherë kryeministri Kurti e lëshoi partinë, e lëshoi mesarit, thash, po ndodh ka dhe kjo të shqiptarët? Po tha ja boni si Ramushi, u kthya 5 kryetar. Dhe më thonë, nuk është shpresë dhe ka pak knoqur, shumë vetëvendose. Mos harro se 51% janë të bleme, kanë qenë votat. Plestia ka dhënë votat vetëvendosis, jo të rritë. Se s'ki as hapësirë ti në qeveri me angazhu gjitha të premtimet që bënë. Edhe njerëzit janë vetëdijsuar me 100 orë, me 30 orë nuk mashtrohet më.